Ish-kryetari i Degës së Partisë Demokratike në Kashar, Arsen Valisi, ka kërkuar Belind Kolliçit që t'jap dorëheqjen nga mandati i deputetit duke e konsideruar atë përgjegjës për humbjet e Partisë Demokratike në Tiranë. I bëj thirrje Zmerit Natyral, drejtuesit famshëm politik të Tiranës, i jep dorëheqjen nga mandati i deputetit dhe mbaj përgjegjësi për rezultatin ashtu siç vendose veton për listën e Tiranës. Përgjegjësia është e jotja dhe vetëm e jotja për humbjet e njëpasnjëshme në Tiranë dhe të lutem mos na hap barkun, duke thënë avodhën. Jep dorëheqjen burrë mbaj përgjegjësi, demokratët nuk ta kanë borxh, thotë ai. Në qarkun e Tiranës janë numëruar deri tani 1121 nga 1282 qendra votimi që përbën rreth 87.4% të totalit. Sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Socialiste kryeson bindshëm me 47.62%, duke mbajtur epërsi në kryeqytet. Në vend të dytë renditet koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 35.35% të votave. Përtej këtij rezultati, shihet SPD ka psuar një rënje në përqindje me 10.4% në krahasim me 2021, ndërkohë subjektet e tjera kanë marrë më pak se 2% të votave secila. Partia Mundësia 4.94%, Partia Socialdemokrate 3.49%, Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 3.04% dhe Lëvizja Bashk 2.69%.